Sot rreth orës 12 në këtë objekt mbrapa meje 3 persona kanë mbetur të vdekur si pasojë një zjarri. Viktimat nga Malisheva dyshohet se vdiqën si pasojë asfiksisë, me që banesa ku jetonin të ndjerit u përfshin nga zjarri. Viktime është një 35 vjeçar së bashku me 2 fëmijët e tij, njëri 9 e tjetri 12 vjeç. Në momentin kur gruaja vllaut të viktimes po kërkon të ndihmë aty, rastisi të jetë një familjare. Ajo tregon për momentet e para të ngjarjes. Unë dola këtu, kur dola të dera ishin kanë fëmija kësa në dërë të kësaj kanatës një në kënej. Edhe zakonisht në mënova mi prek ku kanë polës qëta, se nuk di mirë, po mënova mi prek, po nuk poshtë që kanë shëja jetë. Si pasaj, fëmijët ishin pa shenja jetër kur arritën tek mjeku. I mura të mini që të në kërë dhe shkuvaj që vënë të më vëllon. Edhe qka që pati, s'me ma shumë, s'mojta asmi pusë, asmi bërqafë për herë të fundit. 2 fëmijët e tjerë të kësaj familje nuk ishin në shtëpi gjatë kohës kur shpërtheu zjarri, të njëjtit ishin në shkollë. Të tronditur me rastin janë shprehur edhe nga niveli komunal, derisa thonë se rasti duhet të zbardhet sa më shpejt. Ne lutemi edhe e bëjmë presion që sa më shpejt të zbardhet rasti, si ka rrjedh, qysh ka rrjedh, po ajo çka është rëndësishme që gjitha organet kanë qenë në vendin e ngjarjes në kohën e duhur, por fatkeqësisht ka qenë e pamundur që t'i shpëtojmë 3 jetë. Shkaqet e zjarrit në njërë nga ndërtesat në lagje Mirdita ende nuk dihen. Banorët dyshojnë se i njëjti u shkaktua nga bombola gazit ose eventualisht nga energjia elektrike. Policia tashmë ka nisur hetimet. Banesa ka qenë shumë e tymosur, edhe burimi i zjarrit edhe arsyeja janë duke bërë hetimet ende që momenti që të morëm edhe një raport nga eksperte e zjarrit edhe nga shikimi i hetuesve të krim teknikës, ne mund të konfirmojmë burimin e saktë se si ka ardhur te zjarri. Ngushëllime për rastin kanë shprehur edhe ushtrusja detyrës së presidentes Albelena Haxhiu, si dhe kryeministri Albin Kurti. Objekti ku ndodhi ngjarja ishte ndërtuar nga komuna në bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqenies Sociale.